futja e parave të krimit e destabilizon tregun, por megjithatë është një sinjal që neve na ka ngrit, që si të themi, alarmi që duhet të orientohemi në këtë çështje. Në rajon po përmendet si rritja e çmimeve të banesave, cila është imponuar prej shpërlamjeve të parave. Edhe në Kosovë kemi një tendencë të rritjes së çmimeve të banesave. Apo na jap kjo një sinjal që është nisë me investu pare e kundërligjshme në blemjet banesave, blendet prona në vendin tonë? Siç dim, vepra penale e pastrimit parave ka impakt jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik të një vendi. Rrit inflacionin, bën çrregullim të stabilitetit ekonomik të atij vendi dhe kjo jep një sinjal të qartë. Unë mendoj që absolut nuk mohohet kjo që futja e parave të krimit e destabilizon tregun, por ky treg në Kosovë apo rritja e çmimit mund të është ndikuar edhe nga faktorë tjerë, siç është inflacioni apo zhvillimet globale ekonomike në Evropë dhe në botë. Por megjithatë është një sinjal që neve na ka ngrit, që si të themi, alarmi që duhet të orientohemi në këtë çështje. Prandaj është tepër e rëndësishme që të gjithë aktarët duke përfshi këtu dhe subjektet ekonomike private, të jenë të vetëdijshme që nëse dikujt ja mundsojnë pastrimin e parave, futjen e parave të krimit në ekonominë e rregull, do t'i bëjnë përveç shoqërisë në tërësi edhe vetvetes, sepse kjo e dëmton një biznes të shëndetshëm, edhe një biznes i cili fitimin e mbështet në lishmëri. Përpos sektorit të ndërtimit përmenden edhe sektori gastronomi si hapësirë ku mund mu shpërla parate, po ashtu është përmenden sektori kazinove në vendin tonë. Ekzistojnë mendime ndryshme të ekspertëve se cili sektor është më i atakuar dhe ku mund mos leti grupet kriminale të depërtojnë. Ne mendojmë në këtë rast, unë personalisht mendoj që veprimtarit apo subjektet ekonomike që ofrojnë shërbime janë subjekte që duhet të kemi shumë kujdes, sepse është mundësi shumë më e lehtë se sa veprimtarit tjera. Ta marrim shembull, ne kemi pas rastin e call centrave. Po këtu duhet të jemi në sqarim se kemi call centra të lishme që zhvillojnë veprimtari të lishme, por ekzistimi i call centra apo i veprimtarive tjere shërbyese është shumë i lehtë për futjen e këtyre, domethënë, organizata apo kriminalëve me qëllim që të bëjnë pastrimin e parave.